Xhebexhia, përshëndetje. Çfarë do të thotë Defender 2025 për forcat tona të armatosura? Faleminderit për pyetjen. Atëherë Defender 2025 për forcat armatosura do të thotë më shumë ndërpërpushmëri, më shumë familjarizim me forcat aleate të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe pjesë tjetër të shtetit të tjerë të cilat janë pjesë e Defender 25. Kjo do të thotë një testim i të gjithë kapaciteteve tona, detare, ajrore dhe toksore. Për të përgjigjur do një incidenti sulmi të mundshëm të krahut jugor të NATO-s, pra forcat tona të armatosura janë të ndërveprueshme me të gjithë aleatët dhe punojmë me të njëjta standarde dhe procedura të njëjta. Çfarë mund të themi për forcat tona speciale, duke qenë se një nga manovrat sot do jetë manovra e boardingut dhe do të kryhet pikërisht nga këto operatorë. Çfarë do të thotë për forcat tona speciale dhe ku janë ato sot? Forcat tona speciale sot janë në BIS, ku është si thua main core për forcat toksore. Sepse janë 1200 veta të dislokuar sot në BIS. Dhe forcat speciale janë në BIS, cilat janë pjesë të skenarit të servitit, gjithashtu do i shikojmë dhe sot që janë pjesë e kërkim shpëtimit dhe boardingut në anije. Ne për të mbajtur si thua atë operacionalitetin e forcave speciale, ne kryejmë shërbime të paktën 2 herë në vit me forcat detare, shërbime të përbashkëta me forcat detare, ku të operatorët tanë bashkë me operatorët e forcave detare shërbiten së bashku në mënyrë që të njohin anijen, të njohin format e zbritjes në anije dhe gjithashtu të testojmë të gjithë kapacitetet tona operacionale. Dhe mbas të çdo shërbimi ne nxjerrim lesërlërën tona dhe përmirësojmë në të ardhmen gjithashtu edhe teknikën e re që kemi futur në forcat speciale, pasi duhet theksuar se forcat tona speciale vitin që kaloi janë totalisht të kompletuar me teknologjinë e fundit, me armatim, me pajisje të mbrojtëse dhe çdo gjë është teknologjia e fundit e shkencës. Ju e dini që tashmë forcat speciale nuk është më sekret, kanë marrë pjesë në Afganistan, kanë marrë pjesë në Irak. Momentalisht janë në KFOR, që zhvillojmë në mision në kuadër të NATO-s. Desha të pyes edhe diçka të fundit. Për sa i përket misionit të forcave të armatosura, ku i shikoni sot ato edhe pas Defender 2025? Unë mund të flas për forcat toksore. Toksore, sigurisht. Forcat toksore sot që flasim janë